Vajta që do bëj shpezat në Lidl dhe shikoni çfarë më pan syt. Ishte ardhur koleksioni i Krishtlindjeve, shumë ëmbëlsira të mira edhe shumë të bukura që do të gëzonin jo vetëm kalamajt, por edhe të rriturit. Kjo është një panetone nga këto të voglat që kushton vetëm 0.89 cent. Wow, çfarë çmimi, në Shqipëri kam parë me 159 lekë. Ka ëmbëlsira të ndryshme, biskota dhe çmimet janë më të lira se në Shqipëri me sa shikoj. Kjo është një ëmbëlsirë e madhe. Kjo është si buk ëmbëlsirë. Strollen quhet. Kushtojnë pak, 4.79 euro. Këto janë biskota, shumë të bukura dhe shumë të mira duken që në pamje. Ndërkohë, çfarë kemi tjetër? Makinë me biskota brenda. Kjo do t'i pëlqente shumë fëmijëve. Keni edhe në ngjyrë kafe, kushton 9.99 euro. Ja dhe këto biskotat e tjera këtu me çokoladë, shumë të bukura. Me të gjitha këto ëmbëlsira që po shikoni, mund të bëni edhe një kompozim dhe ta bëni dhuratë për Krishtlindje. Është akoma herët, por fëmijët do të gëzoheshin shumë. Është diçka e bukur, paketimet i keni gati. Edhe kjo që nga shumë e bukur. Ëmbëlsira brenda me arusha, me babagjyq. Shumë të bukura. Edhe këto karamele me babagjyq. Keni dhe lek. Edhe këta topat këtu, topa peme, shumë të bukur. Janë me çokoladë sigurisht. Keni dhe arusha për fëmijët që mund t'ua bëni dhuratë, brenda kanë karamele edhe gota. Dhe kjo ishte dita ime në dyqanin e Lidlit në Itali. Faleminderit që më ndoqët, mos harroni që të bëni like dhe subscribe. Shihemi në videon e radhës.